Një skandal I radhës ka ndodhur te onkologjiku, epiqendra e vuajtjeve njerëzore dhe strapacimeve pafund, ku një krye infermiere stresonte pacientët duke I thirrur përpara seancës së kimios për t'u marrë pazarin. Një kalvar I gjatë që çoi në denoncimin e Belkize Gjedjas, krye infermieria që ishte kthyer në thirrja numër 3 në QSUT. Situata zgjati sa pacientë dhe familjarë denoncuan në të gjitha portalet, por largimi nuk ndodhi kollaj, u desh të trashej shumë zullumi që ta largonin nga onkologjiku dhe të merrin e pacientëve terminale zhvendosën paralelisht duke e çuar te pediatria. Siç mësohet, mjaft pacientë që e kanë marrë vesh kushërisht I largohen si djallit e mjanit infermierës në fjalë, njësoj si xhuxhat e burbardës shtrigës me mollën e helmuar. Sërish kanë vërshuar denoncimet në portale duke u ankuar se si ka mundësi që një njeri me precedent kaq të rënd të dërgohet te fëmijët. Infermieria në fjalë në onkologjiku çmend pasi ofendonte pa asnjë drojë të gjithë pacientët e kimioterapisë, duke u kthyer në kujdestaren e frikës që e kishte bërë partin si pronë të saj. Ajo ofendonte dhe sulmonte të gjithë kolegët e tjerë duke ndaluar vendosjen e një grafiku pa urdhrin dhe firmën e saj. Çdo punonjës që e kundërshtonte thirrjen numër 3, pra Kizën, merrte kërcënimin për largim nga puna. Pacientë dhe familjar ka denoncuar se ajo kërkonte zarfe me 50.000 lekë nga punonjësit, ndryshe do t'i lëvizte nga kimioterapia. Situata arriti e u bë mullar sa siç mësohet shkuan edhe denoncime në organet e drejtësisë, po pse nuk u shkarkua dhe nuk u dërgua për ndjekje penale nga prokuroria dhe nga kupola e QSUT-s për të shmangur një skandal apo për të mos hapur një kanal të ri sulmi ndaj qeverisë. Qoftë si tjetë, ama në spitalin e fëmijëve ka nisur paniku, pasi prej ditës shton se na ka ardhur shtriga brenda dhe personeli ka frikë se mos ripërsëritet historia e zarfeve kërcënuese edhe këtu. Drejtoria e QSUT-s duhet të ndryhej menjëherë, pasi kemi të bëjmë me një situatë ku qytetarët kanë reaguar vetëm kur u ka ardhur shpirti në majthundës. Pa përmendur personelin e onkologjikut I cili I ka shprehur të gjitha pakënaqësitë me kohë, por nuk ja ka vënë veshin kush, siç duket si gjithmonë presin të shpërthejë skandali.